Dhe pas këtij momenti tepër të veçantë, një film dokumentar i realizuar nga të pranishmit ka qenë pjesë përse e këtij aktiviteti të promovimit të këtyre librave. Në të material u servir edhe një herë e qartë dhe e saktë gjithë rruga që ka ecur rinia e qytetit Kavajës, ku nëpërmjet fakteve historike u evidentua vlera dhe shpirti i qytetarëve Kavajës për diri dhe demokraci. Dhe më pas, njëri për redaktorët të librit, studiusi i njohur Abdullah Tafa vlerësoi se është bërë një punë tepër kurajoze nga këta qytetarë për promovimin e vlerave qytetare Kavajës të historisë së saj. Janë libra të dalë nga shpirti dhe nga zemra e tyre dhe dëshmi e historisë sot. Ato që marrë një leson e kisë në tërë, shumë kishë më të nga nëse konsiderat si në shkërë në republike, ju ka një vlerë në nëzarë e së të tashë. është për autosimtje të në standarde, në nësën që ta në një në kështuar në tajtë së kështë një, jashtë për një së të Ky takim ka vijuar tepër ngrohtë dhe tepër komunikuese nëpërmjet të pranishmeve të cilët nëpërmjet fjalës së tyre kanë ditur të thonë një pjesë nga jeta e atyre ditëve dhe faqet e librave të promovuar të Recep Rrugës, Fisnik Gjonit dhe Shefik Myrthiut janë dëshmia më i thatë e kontributit të popullit Kavajës pas viteve 90, ku secili ka pjesën e vet. Por këta kanë arritur nëpërmjet një përkushtimi dhe devocioni të pashojnë të realizojnë botimin e këtyre librave, të cilët janë një pasuri tepër e vyer për breza të tërë, e pasuri e vyer për të cilët ata mendojnë se do të shërbejë shumë edukimit patriotik të qytetarëve Kavajës. Këtë rrugë të nisur pikërisht nga rinia e viteve 90 mendohet se duhet çohet më përpara dhe me këtë mesazh të pranishmit në këtë takim vlerësuan se liria dhe demokracia duhet të jetë një aspirant dhe një konsumim për të gjithë qytetarët Kavajës, se për diçka të tillë qytetarët Kavajës luftuan dhe punuan pas viteve 90. Një takim i ngrohtë komunikues, një takim promovues dhe më tepër u promovuan vlerat e lirisë dhe të demokracisë dhe të shpirtit patriotik të qytetarëve Kavajës në këtë aktivitet të veçantë.